FB TV. Ju përshëndes të gjithëve dhe shpresoj që jeni duke kaluar mirë. Unë që po flas, jam një grua 40 vjeçe sot, por desha t'ju tregoja se çfarë më ka ndodhur para 18 vitesh kur unë isha 22 vjeçe. Jeta ime atëherë ishte krejt tjetër. Isha studente për gjuhë dhe letërsi. Familja ime dhe unë banonim në një fshat mjaft larg qytetit dhe mua më duhej të udhtoja çdo mëngjes me autobusin e linjës për të ndjekur leksionet. Nga e hëna në të premte, i njëjti ritëm çdo ditë. Zgjohesha herët, prisja tek stacioni i vjetër i fshatit dhe merrja atë autobusin për qytet. Kushtet tona ekonomike në shtëpi ishin shumë të dobta. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse e mbaj mend kaq mirë atë periudhë që për mua ishte e vështirë. Shkolla kërkon të shpenzime, udhëtimi po ashtu. Dhe unë shpesh e gjeja veten duke numëruar monedhat për të bler diçka të vogël e për të ngrënë gjatë ditës. E shpesh nuk kisha as të haja. Në këtë rutinë të lodhshme, e vetmja gjë e mirë e atyre mëngjeseve ishte shoferi i autobusit. Ai ishte një burr rreth të 50-ave. Ishte natyrë shumë e qetë dhe fliste gjithmonë pothuajse me të gjithë pasagjerët. Po me mua kishte një raport tjetër. Nga që udhëtoja për ditë, kisha krijuar zakonin të ulesha gjithmonë aty përpara tek se dilja pas tij. Rruga nga fshati për në qytet ishte goxha e gjatë dhe gjatë gjithë atij udhëtimi ne bënim muhabet. Unë i tregoja për provimet e mia, nganjëherë edhe për hallet e shtëpisë e për vështirësitë që kisha për t'ia dalë me shkollën. Ai thjesht më dëgjonte me shumë vëmendje dhe më jepte kurajo. Por nuk e mbyllte vetëm me fjalë. Shumë herë, kur e shihte që isha vërtet ngushtë me lekët, ose kur isha e mërzitur për ndonjë shpenzim që se mbuloja dot, me jepte nga një 10.000 lekë të vjetra. Merri, pi një kafe aty tek shkolla, ose bëj ç'të duash, më thoshte ai. Unë e shtyja dhe i thosha jo, s'ka nevojë, por ai insistonte, sepse donte që të më ndihmonte. Për një studente 22 vjeçare në atë kohë, ajo ishte një ndihmë e madhe. Unë kisha një respekt të jashtëzakonshëm për të. Ai kujdesej për mua në një mënyrë që më bënte të ndjehesha e sigurt. U mësova aq shumë me praninë e tij, saqë mezi prisja të vinte mëngjesi vetëm për të hipur në atë autobus e për të folur me të. Kjo gjë vazhdoi për një kohë të gjatë, derisa një mëngjes e mbaj mend shumë mirë që ishte e hëne, çdo gjë ndryshoi. Dola tek stacioni si zakonisht. Autobusi erdhi, por kur u hap dera, në timon ishte një shofer tjetër. Një njeri i panjohur, i cili as që fliste dhe as që donte t'ja dinte fare se kush hipte apo kush zbriste nga autobusi. E pyeta Fatorinon dhe ai më tha shkurt që shoferin e vjetër e kishin transferuar. Unë ula tek vendi im dhe gjithë rruga mu duk akoma më e gjatë dhe shumë e zbrazët. Më kapi një mërzitje e madhe. Nuk ishte thjesht humbja e atyre muhabeteve të mëngjesit, por e ndjeja vërtet mungesën e tij në përditshmërinë time.
Nuk mund të rria dot ashtu. Unë e kisha numrin e tij të telefonit. E pas 2 ditësh e mora. Zëri i tij ishte i butë si gjithmonë kur mu përgjigj. Më shpjegoi se drejtori i linjës së autobuseve kishte bërë disa ndryshime dhe kishte transferuar atë në një fshat tjetër, që ishte në anën e kundërt të qytetit. E di që je larg tani, i thash në telefon, por të paktën dalim e pim ndonjë kafe kur të kesh kohë, sepse jam mësuar të flas me ty çdo ditë. Po si jo, thaj. Patjetër që po. E pas disa ditësh u takuam në qytet. Piu kafe me mua. Folëm ashtu siç bënim tek sedilja e autobusit dhe u ndam. Por nuk mbeti më aq. Herën tjetër që folëm, ai më ftoi tek shtëpia e tij. Jam pak i lodhur, tha, por eja këtu sepse s'është askush. U gëzova shumë kur ma tha. A jetonte vetëm në një apartament në qytet. Shkova pas dite, pasi kisha mbaruar leksionet. Shtëpia ishte e thjeshtë, por shumë e pastër dhe mjaft e qetë. E sa po hym brenda, lam gjërat dhe filluam të bënim muhabet. E biseda shkoi prap tek ditët kur udhëtonim bashk. Me vjen të merrsisht keq që nuk shihemi më çdo ditë, më thaj. Udhëtimi andej nga fshati tjetër është krejt bosh. Edhe unë isha mësuar me ty aty mbrapa, më thaj. I dëgjoja fjalët e tij dhe kishim shumë emocione. Fakti që isha aty, në shtëpinë e tij, vetëm me të, ndryshe nga siç isha mësuar në autobus, në prezencë të plot 20 udhëtarëve ndoshta dhe më shumë, ishte më ndryshe tani. Dhe po dëgjoja se si e ndjente ai mungesën time. Me preku vërtet. Ula çantën mbi tavolinë dhe ju afrova për të përqafuar. E kisha nga malli, nga respekti dhe nga dëshira për t'i treguar se edhe mua më mungonte po një lloj. Por ndërsa isha aty, afër tij, gjërat morën një drejtim që as unë vetë nuk e kisha menduar dhe s'me kishte shkuar në mendje asnjëherë në botë. Në atë përqafim, u zhduk çdo lloj logjike. Nuk e di as vetë pse e bëra, por humba fare kontrollin. Në vend që të ishte thjesht një përqafim miqësor, unë u ofrova edhe më shumë dhe e putha në buzët e tija. Ishte një veprim krejtësisht i pamenduar. Prisja që ai të habitej apo të më largonte, duke pasur parasysh diferencën e moshës dhe gjithë raportin ton miqësor. Por ai nuk u tërhoq fare. Ma ktheu puthin me një herë. Ulëm, ashtu siç ishim, të përqafuar në divanin e tij aty pranë, dhe thjesht vazhduam përsëri që të putheshim me njëri tjetrin në divan. Pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.